Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse vuani nga diabeti, këto 6 ushqime nuk duhet t'i hani, po ju rrisin sheqerin në gjak. Sheqeri i lartë në gjak mund të shkaktojë njëmori efektesh anësore dhe me kalimin e kohës mund të çojë gjithashtu deri në diabet. Por ka disa mënyra për të menaxhuar më mirë nivelet e sheqerit në gjak, edhe shmangja e disa ushqimeve gjithashtu do të përbëjë një rol ndikues në përmirësimin e gjendjes suaj dhe mbajtjen larg të këtyre komplikacioneve. Sipas ekspertëve të shëndetit, një regjim ushqimor i bërë nga ushqime të pasura me fibra, karbohidrate të shëndetshme dhe të papërpunuara, peshk dhe yndyra të shëndetshme këshillohen të konsumohen në rast se vuani nga sheqeri i lartë në gjak. Por sa i përket ushqimeve që duhet të shmangni, këtu përfshihen ushqimet e pasura me shumë sheqer, ato të shtuara me karbohidrate të rafinuara dhe produkte të ngjashme me këto. Kështu do ta keni më të lehtë nëse menaxhoni edhe dietën tuaj, do ta keni më të lehtë menaxhimin e sheqerit në gjak. Diabeti është një faktor ndikues edhe në jetën e përditshme, prandaj kujdesi dur duke zgjedhur produkte sa më natyrale dhe duke evituar ushqimet e dëmshme, do ta keni më të lehtë të përmirësoni gjendjen tuaj dhe të mbani larg komplikacionet e sheqerit. Në rast se vuani nga diabeti ose jeni të predispozuar të vuani prej tij, nga dieta juaj duhet të kufizoni ëmbëlsuesit natyral. Disa njerëz përpiqen të shmangin sheqerin e bardhë dhe të kërkojnë diçka më natyrale si mjalti, por fatkeqësisht edhe pse këto burime të sheqerit janë të mbushura me sheqer të bardhë të rafinuar, ato mund të shkaktojnë gjithashtu edhe rritje të sheqerit në gjak. Prandaj nëse vuani nga diabeti, përpara konsumit të këtyre produkteve, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj. Evitoni nga dieta juaj e përditshme ushqimet e skuqura. Ngrënia e ushqimeve të skuqura mund të shkaktojë rritje të niveleve të glukozës në gjak. Këto ushqime shpesh të mbushura me yndyra jo të mira, për shkak të vajit që përdoret mund të çojnë në tepritës të sheqerit në gjak. Ushqimi i skuqur mund të rrisë gjithashtu rrezikun e kolesterolit të lartë, shtimin e peshës dhe zhvillimin e diabetit të tipit 2. Prandaj, nga dieta juaj duhet t'i evitoni me patjetër të mos shkaktuar rritje të pashpjeguar të sheqerit dhe diabetit të tipit 2. Edhe patatet gjithashtu mund të ndikojnë në shfaqjen e përkeqësimit të sheqerit në gjak dhe të shkaktojnë rritje të menjëhershme të tij. Patatet mund të mos jenë ushqim i mirë për sheqerin në gjak. Megjithatë, ju nuk duhet t'i shmangni plotësisht këto ushqime, por preferohet t'i kombinoni me disa ushqime të pasura me fibra dhe proteina, të cilat mundet të balancojnë dhe të ndihmojnë në sheqerin në gjak. Prandaj, është e rëndësishme t'i përmbajeni këtij rregulli. Ushqimet e larta në yndyra të pashëndetshme gjithashtu do të shkaktojnë rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Ato mund të ndikojnë drejt për së drejti në nivelin e sheqerit sepse insulina është një nga hormonet më të rëndësishme që rregullojnë nivelin e sheqerit në gjak. Kosi frutave i blerë në market gjithashtu mund të ndikojnë në rritjen e pashpjeguar të sheqerit në gjak. Këto produkte që mund t'i gjeni në raftet e marketeve, edhe pse në duke të shëndetshme në të vërtet, përmbajnë sheqer dhe kanë të njëjtat vlera sa një kos shtëpie, të cilat mund të shtojnë edhe fruta në të. Lëngjet e frutave gjithashtu mund të ndikojnë në rritjen e niveleve të sheqerit në gjak. Fibra dietike gjithashtu mund të ndikojnë në përkeqësimin e shëndetit tuaj, prandaj duhet të tregoheni të kujdesshëm me sasinë e lëngjeve të frutave që konsumoni, pasi ato mund të nxisin rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak. Karbohidratet e përpunuara mund të jenë armiku më i madh i llogatjeve të sheqerit në trupin tuaj, prandaj duhet të tregoheni të vëmendshëm me përdorimin dhe konsumin e tyre. Këtu do të përfshihet buka e bardhë, patatet dhe ushqime të tjera si patatinat dhe të tjera. Sidoqoftë, nuk keni nevojë të përjashtoni plotësisht ato nga dieta juaj. Për të ndikuar në uljen e tyre, i kombinoni me produkte sa më natyrale dhe reduktoni sasinë. Drithrat me sheqer gjithashtu mund të jenë një ndikues negativ i sheqerit në gjak, prandaj duhet të jeni të vëmendshëm ndaj produkteve që shtoni në dietën tuaj.
Disa drithra mund të jenë të larta në karbohidrate dhe të mungojnë në fibrat dietike dhe probiotikët, dy lëndët ushqyese që mbajnë sheqerin në gjak të qëndrueshëm dhe nën kontroll. Karamelet dhe ëmbëlsirat gjithashtu mund të ndikojnë në përkeçimin e gjendjes suaj, prandaj tregoni të vëmendshëm edhe me sasinë që ju ushtoni në dietën tuaj. Ushqime të tilla mund të ndikojnë negativisht në çështjet tuaja të sheqerit dhe të bëjnë që gjithashtu të keni luhatje të forta të sheqerit në gjak. Përfshirja e produkteve të duhura ushqyese në dietën tuaj është çelësi më i mirë parandalues i këtyre komplikacioneve. Duke qenë se frutat ndihmojnë në bollëk të shëndetit, nëse vuani nga diabeti duhet jeni të kujdesshëm me sasinë që shtoni në dietën tuaj, pasi disa fruta qofshin natyrale mund të ndikojnë gjithashtu në përkeçimin e gjendjes dhe të rrisin rezistencën në trupit. Sheqeri juaj në gjak vepron si një burim kryesor i energjisë për trupin tuaj, por të kesh nivele të larta të sheqerit në gjak nuk do të thotë që të ndihesh i ngarkuar dhe i përballuar edhe me këto komplikacione. Sheqeri i lartë në gjak mund të kontribuojë në dhimbje koke dhe t'ju bëjë të ndjeni të lodhur, të dobët dhe madje edhe të keni më shumë të përzjera. Me kalimin e kohës mund të çojë në probleme të prediabetit ose edhe diabet. Ja çfarë duhet të ndryshoni në dietën tuaj sipas dietologëve për të përmirësuar gjendjen tuaj dhe për të mbajtur larg gjithashtu problemet e sheqerit në trup. Këto janë disa nga pijet më miqësore me shëndetin tuaj të cilat mund t'japin rezultate të shkëlqyera në menaxhimin e sheqerit në gjak. Prandaj sigurohuni që të pini më shumë ujë. Nuk është për t'u habitur, por ekspertët tregojnë se pirja e ujit të mjaftueshëm, veçanërisht kur nivelet e sheqerit në gjak janë të ngritura, mund të ndihmojnë ndjeshëm në uljen e niveleve të sheqerit, pasi lëngu ndihmon në hidratim dhe në rritjen e vëllimit të qarkullimit të gjakut, duke ulluar kështu nivelin e glukozës, citon Palxi Wet. Kështu është gjithashtu e rëndësishme edhe për veshkat, pasi ata me sheqer të lartë në gjak dhe me sëmundje të diabetit shpesh kanë funksione të zvogëluar të veshkave për shkak të gjakut të dëmtuar. Në dietën tuaj duhet të shtoni sa më shumë ujë, i cili duhet të jetë në kombinim edhe me ushqyerjen e duhur për të ndihmuar në menaxhim më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Edhe kafeja e zezë është një zgjidhje e mirë natyrale për të përfshirë vazhdimisht në dietën tuaj. Çdo ushqim ose pije e cila është e pasur me antioksidant ndihmon edhe në stabilizimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Kafeja është një nga këto pije të pasura me polifenole. Një rishikim i publikuar në Diabetes Care zbuloi se konsumi i kafes lidhet në mënyrë të mirë edhe me reduktimin e luhatjeve të forta të sheqerit në trup. Nëse jeni të shqetësuar për sheqerin, konsumojeni kafen e zezë pa shtojsa të ëmbëlsirave. Çaji i jeshil gjithashtu mund të jetë një ndihmës shumë i mirë për gjendjen tuaj. Ashtu si kafeja, çaji i jeshil është i mbushur me polifenole dhe pirja e tij mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të diabetit të tipit 2 ose 3. Megjithatë, nëse jeni duke kërkuar për çajin jeshil, numri më i mirë i zgjidhjeve duhet të jetë jo më shumë se 2 filxhan në ditë. Lëngu i kumullave gjithashtu mund të jetë një alternativë e çmuar për shëndetin tuaj. Ju mund të mos mendoni se lëngu i frutave është zgjidhja më e shëndetshme, por kur bëhet fjala për sheqerin në gjak, lëngu 100% natyral i kumullave ka disa përfitime të mira në përmirësimin e gjendjes suaj, citojnë ekspertët. Shtimi i më shumë ushqimeve të pasur me fibër në dietën tuaj mund të ndihmojë në stabilizimin e niveleve të sheqerit, ndërsa frenon oreksin për të promovuar kështu edhe menaxhimin e peshës, citon Crouch. Pini gjysmë filxhani lëng kumulla në ditë për të marrë këto përfitime mjaft të rëndësishme në dobi të organizmit, citojnë ekspertët. Kujdesuni më shumë për atë që shtoni në dietën tuaj për të përmirësuar gjendjen dhe imunitetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.